Jo që e kalon, po i ka hypë në qafë Fatmir Sejdiv dhe e kalon e ka shnjërzu. I ka hypë në qafë Frisës e ka shnjërzu, i hypë edhe këti e shnjërzaj, po për këto s'kom mendu. Se kë binëm banën një punë të madhe, banën e këthynë sovranitetin Mitrovit, i krynë do punë të mbaja, Mitrovica nuk është loj, nuk është punë 1 miliard, 800 milion që për t'i jep, po në punë 500 miliard, 600 miliard, vlerësimet e inxinjerve, njerëzve që janë adekuat për këtë lamin. Absolutisht, po. Edhe tash, kam mendu edhe kam livdu edhe djallit e kam thonë, shkon në partitë cajs. Kur s'kom thonë, të Doni Gërvala, as të Kurti, shkon në partitë cajs, se që kjo qik është tratu nga e ke thonë në emision më rëbur, ke thonë që kjo qik është e mirë, para për mbështet mirë, e ke thonë në listat e kalume. Po, kom thonë, të ju më duket. Po, e ke thonë. Po, e kom thonë edhe në media e në vendet tjera. E Basalil, a guxem të abu një pyetje tjetër për Kurtin. Çka mendon për shembull ata që e shohin këtë terrorizëm mund me thonë, mos ndoshta e ka bën si loj Kurti atakem me pe lojës presidentit? Jo, bre, nuk ka puna Kurtit, unë e kam dëgjue edhe është në rrjetet sociale të shku që pa tonë Haxhiu thotë unë e kam aranxuar atakem me gjuricin e me A mendon që është obligative ligjore që presidenti ja me dol me thonë me shpjegu pse është taku? Jo, ajo dashtë edhe mësë mi mshef ato fotografia dhe me tregu. Jo, kur të merë vesh një herkrej dyjeja, na simpatizant të saj ma të mrami. E qka me ndëni për juve personalisht? A është tradhti kombëtare nëse ti e presidentin i shtetit edhe taku është pa e ditë qytetarë të Republikës me një... Ja, nuk e quju në tradhti se burri shtetit mundet mu taku me se celin. Unë nuk e quju tradhti. Po, tradhti e quju nëse atë zajednicën rrinë në një tavolinë ose në një takim i aranxumë, që sot Baton Haxhiu, ja ku më aranxu unë që flitet, qka flitet atë, unë nuk e di qka ku fjole atë. Po aranximin të të këmë unë, dhe aty ku preket zajednicë, aty ku preket Kosova, unë jëmë fort i ndishëm, vallaj unë... Edhe vllazni ato me thonë ti... Vallaj vlavnë të më ganin e fadilin e djallin të më... Jo, unë e di edhe një sen që ti dhe me thonë, nuk është e letë se ti ju ke dollë kundra vllaznive të, për shkak listës guzellë sa s'mon ta, është e vërtet. Po pikrisht, i këmë thonë, kur vlavnë të më fadilin, këmë thonë, nuk mojnë mbështete, sepse lista guda edhe vjosa s'mon e ka ma mirë se tonë jo, edhe Albin Kurti. Unë nuk e di, qka do me thonë këtu, kur është qarë që Kosova i majtë i gjatë. Unë e mendoj me ra një vijet drejt, se i kam 104 moshku në luft më pushtus, mi pas një president të vetin, mi pas një parlament tonë, mi pas një shtet tonë, me kufit sigurt, dhe nuk e di pse, që kanë mujtë me bon këta, unë e kam fol një mendim, pa ndoni praskemi. Anë e kërësojnë banonë, unë sonë të bahanë, jakoj ke banonët, është fjalla diçka për banonët që e kom folë një, po në ato, sonë të për iftarën, të në familjet bajrama një iftarë, horë banone. Ke dish me folë me metaforën, për këmë të shabë? Jo, po, unë për lasë që kom thonë. S'po të rekët, Basalil, jo, nuk do jetë se kumë bo, gjonë. Se s'ka hamë për gjonë. Për kundra dhe jem sad. Edhe gësë që ka zanot më të rekë. Jo, kur valoj, gësë që nuk të rishë në kur se që kumë bo gjonë. Absolut që ja kam thonë, asë nuk e kam në nëqmu, asë nuk e kam thonë, veç ja kam thonë originalin qa është. Qovë se ke shkel kushtetutën tash, sa du po, se kushtetusa ja ka këthy dhe me 31. Po në me, ja kish këthy kushtetusja pro Albin Kurti? Po, ja ka pro Albin Kurti. E ka vendosë mosën e sigurisë? Do me thonë, tash e këshyrum dhe mas 31. Qka për ndodhë? Unë nuk më pasë qef me... Ndërkohë Vjosa e ka shpërbë parlamentin, apo? Po, Vjosa e ka shpërbë parlamentin, po kushtetusja tash ja ka këthy. Ja këtheja... E ka vendosë mosën e sigurisë? E ka vendosë mosën dhe me 31 mars nuk mundët... E shka po ta mërmanja një me Basalil, a je proti nëse Albin Kurti se e kom dëgju në për intervista, thot, Kurti thot që unë e pajtona plësisht me kryeministin Kurti, thot, na numrat i kena veç me PDK-n, për president o fjolla. Ja, ndëgja. Këto që i di unë, i di te, i di bota. Albin Kurti nuk merë vosh për PDK-s.